Organizata humanitare Hilal, e cila vepron në kuadër të Bashkësisë Fetare Islame në bashkëpunim me Myftininë e Bashkësisë Fetare Islame të Gostivarit, sot ndau pako me ndihma për 200 familje të regionit të Gostivarit. Kryetari i organizatës humanitare Hilal, Mustafa Dauti, bashkë me muftiun e Gostivarit Shaqir Efendi Fetau, e nduqën nga afër aksionin e shpërndarjes së ndihmave. Muftiu Fetau e përshëndeti këtë aksion humanitar, i cili është i dyti më radh që po organizohet gjatë muajit Ramazan, duke theksuar se kjo është një formë kujdesi ndaj të gjithë atyre që janë të sprovuar me skamje. Sot do të ndahen mbi 200 pako ndihmë që në kilogram bëjnë 4 ton ushqime të ndryshme, kështu që mendoj se është një ndihmë e konsiderueshme dhe ne sot si Muftini e Bashkisë Fetare Islame të Gostivarit falenderojmë organizatën humanitare Hilal, respektivisht kryetarin e kësaj organizate, zotni Mustafa Dautin, që ja ka marrë mundin që të vi sot këtu të na respektoj dhe të merë pjesë drejt për së drejti në ndarjen e këtyre ndihmave. Ndërkaq kryetari i organizatës humanitare Hilal, Mustafa Dauti, i falenderoi të gjithë donatorët që po i përkrahin aktivitetet humanitare të kësaj organizate. Kësaj radhe, aksioni ndarjes së ndihmave u mundsua fal një donacioni nga Katari. Fillim të këtij muaji paralajmërojmë se do të kemi njësër aktivitetesh brenda këtij muaji të shenjtë. Jemi pra gati në fundin e aktiviteteve sa i përket këtij muaji, se neve pra nuk veprojmë vetëm këtë muaj, ne veprojmë tan vitin. Mirë po është fakt dhe duhet që ta përmendim se mbi 10.000 familje, organizata humanitare Hilal në Republikën e Maqedonisë ka furnizuar me ushqim gjatë këtij muaji, posaçërisht. Unë pra shfrytëzoj rastin që të gjithë donatorëve, të cilët pra kanë pasur dhe kanë besim tek ne, Allahu inshallah tua shumë fishon pasurinë atyre. Me një transparencë jashtëzakonisht veçantë jemi munduar që në çdo pikpamje të jemi pra korrekt dhe pakot dhe mjetet të shkojnë në destinacionin e duhur. Këto ndihma u ndan nëpër këshillat e xhamive të Gostivarit, të cilat në Muftininë e Gostivarit kanë dërguar listat me familje që kanë më tepër nevojë për ndihmë. Nga Bashkia Fetare Islame bëjnë të ditur se do të vazhdojnë me aksionet humanitare deri në përfundimin e muajit të bekuar të Ramazanit. Çdo ditë do të jenë në terren duke shpërndar pako për të gjithë ata që kanë nevojë.